Jemi kthyer dëgjuesdashur me pjesën e dytë të emisionit Pas dita sportive. Këtu kam prezent dy prej mysafirëve, siç e përmenda edhe në pjesën e parë, por ndryshe nga kapiteni Ron Ramadani, sordosh me shkuën lojë se ka lojë në orën 19, ka ardhur tjetër kush. Kështu që është kënaqësi që kam prezent këtu në studio, sërish dy prej njerëzve ma protagonist tek skuadra e handbollit Kastrioti, presidenti Fisnik Jashari. President, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Besmir, faleminderit për ftesën. Po ashtu edhe Arditi që ka ndryshuar tash me Ardit Gashi, i cili ka ndryshuar edhe pozitë. është sekretar të klubit edhe është edhe antar i bordit e Federatës së handbollit. Ardit, mirë se erdhe. Faleminderit, Besmir, faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Ka fotoni më nis. S'është problem, topur. Kryetari ko. Shkojna me kryetarin. Kryetar fitou të kupën për vitin e dytë radhasi. Në një atmosferë të jashtëzakonshme e cila çdo herë ka atë hiershinë e vet, sidomos hiershia është tek qyteti i handbollit që përmendet gjithherë në Kosovë, Ferizaj. Pa diskutim, Besmir, edhe një herë u dëshmu që Ferizaj është me të vërtet djep i handbollit kosovar dhe mbar shqiptar. Pa diskutim edhe me plot merit e meriton të jetë kryeqendër e handbollit. U dëshmu edhe një herë që me handboll në Ferizaj mbushën palestrat, ndoshta me thonë më mirë edhe nuk i nxen. Palestra është e vogël në momente të tilla. Kjo tregoj edhe një herë që me punë, sakrificë dhe mund arrije çdo gjë, edhe thjesht u dëshmu një organizim madhështor, paraqitje prej më të mirave prej se moj mendun mbas luftës që janë në handboll, tifozeri e mrekullueshme, publik i mrekullueshëm, pa më të voglin akses ose incident, shembull, meritojnë respekt, por unë për vete jam ngreju kapelen lart. Faleminderit shumë nga zemra gjithë ferizajazve, gjithë handbolldaşëve kosovar e mbar shqiptar, sepse ka pas edhe nga troje tjera që kanë ardhur me po ato ndeshje që kanë qenë spektakël. Ardit, para se të kaloj pak tek pjesa e atmosferës, organizimit, sepse bëni me duke ditë që ka qenë dhe shohim që gjatë kampionatit të rregullt ka qenë pak sa më zbet në pjesën e atmosferave, po du ndalem Ferizaj apo Ferizaj? si me qujt? Me thonë drejtën Ferizaj. Kështu e qujnë edhe tash të kim, si me thonë kështu një farloj amanit edhe të kryetarit aktual, ai na ka thonë Ferizaj, do të me thonë. Ferizaj. Se kur të kemi ndesh kështu, kur të bim me disa qytetar, dikush e thot Ferizaj, dikush Ferizaj, kem ka gjë një farë probleme këtu me emrat të qyteteve, du të më janis, mi thonë, lezohet që shkruhet. Nuk është vonë me bore forma, këtë drejtë në këtë drejtë. Ardit, atmosfera e jashtëzakonshme. E mrekullueshme, mbi 3000 tifoz kanë qenë vetëm në finale, mbi 2500 kanë qenë në gjysmë finale, qysh arrit me organizu duhet ditë që a ka qenë ai marketingu i jashtëzakonshëm i skuadrës që mi mbledh ta tifoz ka kohë shumë? Me thonë drejtën, përkundër shumë sfidave kemi arrit me menaxhu edhe klubin, mandej edhe organizimin, edhe pse s'kemi qenë favorit për vitin e dytë radhës, me thonë drejtën, kemi fituar kupën e Kosovës. Kjo është një meritë e jashtëzakonshme, mund të them me gjithëve përkundër lojtarëve që kanë dhënë kontributin jashtëzakonshëm, trajnerit. Megjithatë dua të ndalem një meritë jashtëzakonshme edhe antarëve të bordit, koordinatorit aktual që të Igen Sulejmanit, pastaj e kem prezent aty zëvendës presidentin Dardan Bibaj, drejtorin sportiv të ri, i cili është një ish lojtar dhe i cili definitivisht është ura lidhëse mes neve si bord edhe klubit, i cili është zotëria Gronsojeva, që non stop përkushtohet që të jetë pranë lojtarëve, mirët me organizimin, aspektin organizativ dhe diçka tjetër. Pastaj e kemi edhe Agon Gjeni Potokun, si dhe Milet Sojeven, e gjithë pas zborku këta djemt, po tham kanë arritë që me bon një organizim i cili ka bon një diferencë me organizimet e kupës deri më tani. E kemi pas më të lehtë, pas parasysh që qytetarët e Ferizajt janë handbolldashës,
por ka qenë një punë shumë e vështirë. Në këtë rast dua t'i falenderoj edhe sekretarin e Federatës së Handbollit, edhe komisarin e garat, që janë kanë shumë bashkëpunues në organizimin e kupës. Edhe bashkërisht kemi arritur që të organizojmë një spektakël 2 ditor në Ferizaj me shumë ndeshje, që ka qenë një festival i handbollit. Edhe më në fund na erdhi mirë që fituam ne kupën edhe e mbajtëm kupën në shtëpinë e Kosovë, por ka qenë sfiduese, megjithatë me punë për kushtim arrihet. Ajo që është më rëndësi për neve që po dojmë me lartësu sportin e handbollit, jo vetëm klubin e Kastriutit, sepse mund të them që Kastriuti po kthehet aty ku gjithmonë ka qenë, në nivelet më të larta, jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë saj. Megjithatë sporti i handbollit duhet ta ketë një vlerësim më të madh, është edhe në kategorinë A, edhe festivalet e tilla të handbollit si në vikendin e kaluar në Ferizaj dëshmojnë që javën të mirët me handboll, dhe se me handboll kthehen njerëzit në palestër, të rinjt mund të merren me sport dhe gjithçka dhe shumë benefite të tjera. Kështu që definitivisht ka qenë një punë jashtëzakonshme të gjithëve. Është kthyer fakt edhe frima e qytetit Ferizaj, sidomos me ekipin e Kastriutit, e cila padyshim pavarësisht atyre problemeve që çdo herë çdo klub i ka në Kosovë, president para se me marr edhe organizimin e kupës, a ki pasur një herë pishman se po aplikon për me marrë organizimin, apo e shku me dy menje, a me nis, a mos me nis? Me të thonë drejtën, du me qenë real në këtë drejtim, unë pak nuk kam qenë pishman, ose nuk është, kam dosh me ikë përgjithësisë, po e kam pas pak një frikë, sepse tu e ditë që Ferizaj është qyteti i handbollit, edhe tu e ditë që e kam pas atë besimin e plot që palestra ka me qenë për plot njerëz. Unë e kam pas du me pranu tash atë frikën që ndoshta nga presioni i publikut ekipi ynë mund edhe me dështu në këtë drejtim. Po e them këtë sepse kam qenë pjesë e kësaj fryme këtij ekipi që nga vitet e pas luftës, domthon edhe e di pak a shumë se si mundet me funksionu. Mirë, po puna e palodhshme e secilit prej më të voglit deri te më i madhi, domthon mos kursimi i asnjë pikë djerse nga lojtarët, nga trajnerët, nga stafi, u bë më e mira e mundshme. Kjo është një arritur thjesht jo vetëm për qytetin e handbollit, për Ferizajn, për klubin ton, është një arritur shumë e madhe mendoj për handbollin kosovar. Është një panoramë ku besoj për vitet e ardhshme do jetë një mundësi shumë e mirë të bëhet një marketing, të bëhet një thirrje se handbolli është sport që flen në vatrën e vet, flen në shpirtin e tifozëve, në shpirtin e lojtarëve, edhe me pak, ose më mirë me thonë, me pak më shumë angazhim, mundemi me bë diferencë të madhe. Ardit, në dalën pak diçka krejtësisht tjetër, që është lidhje me trajnerin Zherka. A është e vërtetë që i bën taktikat në ora 3 natës? Apo Besmir, unë herën e fundit të jo kam thonë që jemi të përgatitur sezonin e ardhshme me fitu 2 trofet. Dikush edhe ka qish me a deklaratën tem, po definitivisht mund të them që është meriti jashtëzakonshme trajnerit Zherka. Na si bord i jemi shumë mirë njohës, edhe me një farë forme konsiderojmë që nuk kemi arrit me ja përmbush të gjitha obligimet dhe detyrimet në aspektin organizativ, për shkak se jemi vënu pak në përgatitjet këtë vit, por trajneri Zherka është me të vërtet një arkitekt i këtij trofeu, edhe është një arkitekt i Kastriutit pretendues edhe për titull këtë sezon. Trajneri Zherka është një person, arsyeja pse mund të pajtojmë që i bën skemat në ora 3 natës, është për shkak se është një person i cili është 24/7 me handboll. Kështu që mund të jetë edhe ajo. Megjithatë, trajneri Zherka mund të them që është rikthyer në folin e vet, edhe unë jam i bindur që ky ka qenë një trofi jashtëzakonshëm edhe për atë, për shkak se e ka fituar me klubin me cilin është rrit, e ka fituar me djalin e tij në parket, edhe po pretendon që edhe titullin ta bëjnë në njëjtën mënyrë. Mos harrojmë që shumë prej lojtarëve që janë sot pjesë e klubit janë rrit në përduar të trajnerit Zherka, edhe na po konsiderojmë që me një farë forme lavdinë e tij me e qu përpara edhe me brezat e ri, ku aktualisht është të punuar edhe Vlerësoni, është trajneri i rinjve.
Mirë po, trajneri Zhirka din me I bë taktikat në bazë të rrethonave të ndryshme, kjo u dëshmu nëse mund të them edhe me fituren tonë të Pirës, një fitore shumë e mundimshme kundër Besës para 2 netëve, ku trajneri në minutat e fundit në aspektin organizativ të ndeshjes arriti që ta ketë një taktizim ose një strategji më ndryshe përgjatë lojës cilën e përculli në pjesën e fundit, edhe arritëm që ta barazhojmë fillimisht rezultatin e mandej edhe ta mposhtim Besën në ndeshjen e parë. E ku sot po shkojmë me mposhtë edhe për ndeshjen e dytë edhe kismet me u drejtu drejt finales, kështu që po mund të them që trajneri Zhirka me çfarë do kohë I ka në mendjen e tij skemat e ndeshjes edhe taktikat. Presidenta I ka dur të lidhura Zhirka për pjesën taktike dhe ka me shtin lojë, apo ja besën punën? Trajneri Zhirka meriton shumë respekt. Unë kam pas fat. Po se pak se kam pas fat ta kem trener edhe ta shijoj titullin e parë të kupës në vitin 2003-2004 me trenerin Zhirka, me Kastriotin. Për mu trajneri ka dur të lira. Për mu ajo është me të vërtetë është një arkitekt, edhe është një njeri që shumë është I lidhur me handballin, edhe thjesht e bën më të mirën edhe të pamundurën për me arrit qëllimin. Çka e bën ndini pasionant pas handballit? Duke ditë që investon shumë, po ato të hyra që investonin nuk është rikthehen edhe aq mirë në Kosovë. Besoj gjaja më e mirë që e përjeton unë jo si president tash jam, po edhe si një ish handballist ose si një tifoz I sportit handballit, është kur arrin majat edhe sheh palestrën për plot tifoz, për plot familjar që vinë jo vetëm të reja, po vinë me familje, me fëmijë. Unë I kujtoj muhabetet e prindit tim kur më ka tregu për kohën e artë të borsit, kur është diskutuar për shembull ka qenë kështu palestra e mbushur, borsi ka bërë gjona të mëdha, edhe sot mendoj që është e njëjta gjë. Fëmijët tanë kam ju tregu fëmijëve të tyre se po ka qenë Kastrioti ose është Kastrioti, ka qenë kështu në palestër, e stërmbushur, atmosferë briljante, perfekt, çdo gjë. Për mu arritja më e madhe është kur unë e shoh palestrën ashtu për plot tifoz, edhe shoh entuziazëm, shoh dëshirë për me pa ndeshje edhe me u marr të rit edhe të rejat me sportin, përgjithësi në veçanti me handball. Ardhet po du me të pyetje, po s'po e pyes presidentin për këtë. A ka ndonjë ritual që e bën ekipi Kastriotit kur e fiton një titull? Titullin? Ose trofe, kup? Trofet. Tash, ajo për cilën na komplet si klub, gjithë bashkë duhet me qenë shumë falenderues. Janë tifozët tonë, cilët me të vërtet janë me një nivel të jashtëzakonshëm së fundmi, edhe së bashku me ta, siç thash po e rikthejmë Kastriotin në majat e handballit kosovar. Tash nuk e di, ata kanë tregu këta një farë sekretin, një farë premtimi, veç s'po flasim për atë ritualin e tatuve, po flasim për një ritual cilin e kemi një fest zbashku me tifozët tonë. Edhe kjo bukur ka me tatuazhe. Nëse fitojmë edhe titullin B, mendojmë edhe me Juve. Fillove me zvulu, kështu që tregon. Ja, është kështu e detyrojmë dikën në mesin tonë që me dhon, sidomos është ai që pak a shumë është më pesimist, që me dhon një premtim, e që në këtë rast fundi kam qelluar, I cili ka premtuar që na se fitojmë 2 trofet, I detyrojmë klubit një tatu kështu që të jetë pjesë e përjashme imi, apo ajo do të jetë problemi më I vogël, kështu që e kam premtuar dhe kam realizuar. Në rast se fitojmë edhe titullin, për shkak se do të jetë diçka historike, që nga pas lufta asnjëherë Kastrioti nuk ka arritur që brenda një sezoni të fitojë 2 trofet, do të thotë kupën e Kosovës edhe titullin. Kështu që nëse arrim ta bëjmë këtë, me të vërtetë do të jetë diçka e jashtëzakonshme. E rëndësishme është që gëzimin edhe trofetin ndojmë zbashku me tifozët tanë të Artojqit, edhe pse ju me gjithë qytetarët Ferizajas si gjithmonë, kështu që besoj kjo është me qenë më e mira. Pastaj na dim që përmes trofeve dhe handballit definitivisht me rikthy edhe me vënë pa më shumë interesin për sportin përgjithësi në Ferizaj. Ajo që dallon te na me u lidh me ato që pse po miremi, satisfaksioni më I madh është përveç kurorëzimit me trofe definitivisht kur ka gjithë përfshirje të qytetarëve të rive, sepse në Ferizaj na dallon tradita.
Na e kemi detyrim ndaj traditës së handbollit në qytetin tonë që më u mirë me handbollin. Është me një farfur me sport, ndoshta jo shumë i pasur sa futbolli apo basketbolli, megjithatë në këtë kodër kanë një merit jashtëzakonshme dhe bizneset Feriza Jose që po na mbështesin. Kështu që definitivisht që të mungur flitet për handbollin edhe financat, unë apeloj që me mbështet më shumë handbolli edhe ja vlen për shkak se me të vërtetë unë e kam pa me të rit kur punohet, krijohet një disiplinë, krijohet një shëndet më i mirë për të rinjët edhe është një ndër sportet më luftarake me topin. Kështu që ja vlen të mirët me handbollin secili. President, para se të kalim tek objektivi i dytë i cili pra po kërkohet titulli kampion, kështu që siç e tha dhe Arditi, pra 2 trofe për të siguruar këtë edicion, po ndalim pak tek kjo pjesa e fillimit pranveruar. Pavarësisht e di që ka qenë një problem se apo i vazhdon Gara Kastrioti apo nuk po i vazhdon. Si arriti me dal nga Këngërç, edhe pse u bë aq e madhe pikërisht në Kosovë me lajme, raportime nga me të ndryshmat, cila është e vërteta e saj? Edhe pse ndoshta për këtë temë kisha pasur dëshirë me bisedu edhe në herë tjetër, po pse jo, edhe tani mund pak a shumë me diskutu në pika pak me i prek pak disa gjona, për ndryshe unë e kam pas besimin që do e kaloj këtë sfidë. Është e vërtetë që ka qenë ndoshta periudha më e vështirë në jetën time, ku unë kam qenë i mbështetur për muri, me thonë, shkurt këtë gjë. Mirë po, gjithmonë e kam pa atë dritën në fund tunelit edhe kam thonë, jo, kemi mja dalë. Unë mendoj që ja kemi arrit fal bashkëpunimit ish antar të bordit që kanë qenë, cilët do i falenderoj përzemërsisht gjithë pa përjashtu asnjërin. Bashkëpunimi i atyre me ne edhe afrimi i njerëzve të ri, afrimi i Gentit, afrimi i Dardanit, afrimi i Agonit, i Agronit, i Milotit, edhe i secilit që i kemi sot mrapa edhe i kemi kraqë që po bëjnë më të mirën për klubin tonë. Bashkëpunimi me lojtarët, bashkëpunimi me trenerin e kam bë të mundur që ta kalojmë atë situatë në Gërçi, që kushtimisht me thonë nuk ka qenë ndoshta në atë qatë pikën më kritike siç është dogë, mirë po ka pas domosdoshmë elemente që ka pas vështirësi. Unë mendoj që ajo i takon së kaluarës, ne kemi arrit ta kalojmë atë në Gërç, kemi qenë pak vonë ndoshta me fillimin e përgatitje, mirë po me punë arrihet çdo gjë. Ne qysh në fillim të vitit e kemi pas mendjen te trofet, nuk mujmë me mohu këtë sepse kemi qenë ish kampion të kupës edhe na është dashur të përgatitemi për sezonin e re. E din që kemi pas paraqitje shumë mirë edhe në arenë ndërkombëtare ku jemi ndesh me një ekip nga Bosnia e Slobodën. Kemi pas paraqitje shumë të mira. Mirë po, i tillë është sporti, e tillë është Kosova jonë e dashur ku në një moment e sheh veten ndoshta në një krizë, pastaj në një moment tjetër mundesh me po veten në qiellin e shtatë. Apo kupton, edhe sot jemi këtu ku jemi, po prapë po them qëndrojmë me këmbë në tokë. Ne luftojmë për trofe, ne luftojmë për titullin e Kosovës, mirë po nuk përjashtohet as dueli i sotëm ose edhe i nesër me Besën e Pejës prap, as finalja me Rahovecin nëse jemi në finale, sepse edhe Rahoveci ka ekip të mirë, edhe Besa Pejës ka ekip të mirë. Unë për veti respektoj, edhe thjesht në mbetet palestra, parketi aty ku uroj edhe shpresoj të ketë spektakël si ku në Ferizaj, të ketë aso atmosfera edhe në Pej, edhe në Rahovec, edhe në Ferizaj, edhe kudo në qytetet e Kosovës. Për mu, po du me shfryzu këtë moment të auroj për shembull edhe vllaznimin e Zhakovës që është hyrë në Super League, edhe tash është konfirmuar edhe Trepça nga Mitrovica që është një ekip shumë me traditë dhe handbollit kosovar i vyn ekipe me traditë, ekipe ku punohet me të ri edhe ku ADN-n e tyre është handbolli. Pa një Mitrovic të fortë
pa një vllaznim të fortë, pa një dritë Gjilanit në Talmën të fortë, pa një Prishtinë të fortë. Mos t'i përmend një krejt ekipet që për mua meritojnë respekt krejt. Handbolli kosovar nuk mundet me ecë sa duhet përpara. Pra i rivaliteti më rikthy se kur ka ndeshje me ka derbi. Sigurisht. Kur ka rivalitet, kur ka konkurrencë, Krejt janë tifoz prezent, janë loja është më e fortë, emocionet janë shumë të mëdha, gjithçka. Me urrit niveli edhe i ligës, edhe i lojtarëve, edhe gjithçka. Sa po mbyll edhe fakt edhe sfida mes Malishevës dhe Tukazhin në futboll me rezultate barabartë 1-1, rezultat që asnjëherë prej këtyre dy skuadrave fakt nuk është se ju shkon edhe aq shumë për shtati, shkak që skuadra Malishevës rrezikon ta humbas pozitën e parë, në fakt pozitën e tretë, ndërkaq që Tukazhini rrezikon të mbetet në zonën e barazhit. Mirë, rikthehemi në një pjesë krejtësisht tjetër. Presidenti më ta bëjë një pyetje në lidhje në rast se Kastrioti e fiton edhe titullin. Si e kishe përmbledh këtë edicion për ekipin e Kastriotit? Shumë thjesht ndoshta prej më të mirëve në histori. Ferizaj, qytetarët e Ferizajt mendoj që e meritojnë një kurorëzim të tillë, e meritojnë një festë madhe, pse jo edhe në sheshin e qytetit meritojnë shumë, sepse jetojnë për handbollin, jetojnë me handbollin, edhe thjesht mendoj që është ndoshta më e mira e mundshme që t'i gëzojmë gjithë ata që japin nga vetja çdo gjë edhe nuk kursejnë asgjë për klubin tonë. Ardit? Unë dishta në ndërlidh me një detaj, vetë mungesa e kapitenit të Rën Ramadani, sot këto është një dëshmi që ai është i gatshëm me dhënë gjithçka për klubin. Edhe sot nuk ka qenë dhe nuk ka arrit me qenë prezent për shkak se ka vendosur me luftu edhe se të jetë prezent në ndeshjen kundër Besës. Unë përkundër se ata të gjithë e dinë që secilin veç prej tyre i vlerësoj maksimalisht, mund të them që edhe kapiteni ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm për gjatë gjithë stinorit. Nëse kemi me arrit me u kurorëzu me titull, do të ishte si me thonë ai dielli më i mirë i mëngjesit pas një shiu ose një rrebe shiush, sepse kështu e kemi pas këtë sezon me disa lëkundje, vështirësi, sfida të mëdha, po ja kemi dalë. Edhe unë e di që shumë nga lojtarët që aktualisht e veshin dresën e Kastriotit sonte edhe në këtë garë nuk e kanë fituar titullin e kampionit të Kosovës, janë fitues të Kupës së Kosovës, edhe e di që edhe dëshira e tyre është shumë e madhe. Edhe jam i bindur që si sta dhe presidenti e meritojnë gjithë qytetarët, e meritojnë tifozët e flak të Hoqit, po mos që shumë ti prej gjithëve meritojnë ata vetë. Për shkak se kanë dhënë një karrierë të madhe, disa prej tyre pothuajse kanë mbi një dekadë me sportin e handbollit, edhe konsideroj që ata janë meritorët më të mëdhaj pse do duhej na me u kurorëzu me këtë titull. Shumë komponentë të tjerë, që ti bisedum sot janë afër handbollit, u përfshiti fazë trajnerët, mandej edhe në aspektin organizativ, ajo çka po na mungon më shumë janë financat. Nëse kishim arrit me pas një mbështetje më të madhe financiare, jam i bindur që handbolli do të lartësohej edhe më shumë, edhe do të ishte më shumë prezant. Kështu që na jemi nisë edhe sot me bindje që me siguru vendin e finalistit në garën për titull në play-off, dhe po shpresojmë që kemi me ja dalë, sepse atmosfera është e jashtëzakonshme për brenda grupit, motivi është shumë i madh. Ku thash këtu secili ka luajtur rolin e vet, secili antar i bordit, secili antar i stafit, mos ta harrojmë për shembull, kemi pas portierin Vadi Çebi, pastaj edhe Dardan Dugollin me disa ndërhyrje, vitin e kaluar kemi pas MVP, Liridan e Satin, kështu që është bën një punë e jashtëzakonshme edhe për trajnerit të portierëve meritonit, të cilin dua ta falenderoj sot. Është një punë e përbashkët që të ekipit, jemi pasi një familje, jemi pa të pandashëm, edhe kemi vetëm një objektiv përpara, titullin. Ardit, dhe shumë premtime, po këtu nuk e ardhis vetë. Jo vetëm me presidentin, ke edhe shoqëri, kështu që cili është premtimi jote për bashkëshorte me që se ke afër këtu. Premtim, s'po di çka kam ja dhënë medalën e titullit asaj, ja personalizu. Se unë e di që ju punoni shumë. Edhe kur të punoni shumë, fakt nuk është se keni kohë shumë për familje.
Edhe pikërisht këtu e ki momentin që Definitivisht me dhon premtimin për bashkëshortën. Edhe mi kërku bashkëshortës me për kranë këtë drejtim, kupton? Ja, definitivisht. Me qenë klubit. angazhimi. Se dëgjova më herët të morë të kam i shku vetë. Kështu po premtoj që nëse e fitojmë titullin na, në finalen e Interit, i kena me shku me kësyt bashkë. Jo kështu, definitivisht angazhimi me mbullin na bën që vikendet mi pas pranë klubit, shpeshherë shumë larg familjes, edhe i falenderoj që kanë qenë mirë kuptues. Ndoshta jo shumë suportues, po të paktën na kanë mirë kuptu, edhe atëherë kur nuk na kanë mbështet, po jo vetëm familja, edhe kolegët që i kem, edhe miqt shokët e tunë, për shkak se me të vërtetë na ka konsumu shumë energji. Sepse nuk është dashur vetëm me bo Kastriutin pretendues edhe garus, është dashur me kthy në trak një herë me kthy siç thamë edhe na në binar, fillimisht kur jemi angazhuar në klub, masandej edhe këtë stënur kemi pas vështirësi. Sfida megjithatë ja ka vlet, besoj që edhe ata e dinë se ja ka vlet, edhe unë i premtoj gjithë secilit prej tyre që kemi me ndo gëzime bashkë, kemi festu titullin bashkë, edhe siç thash që është ky shpert me shku edhe në Minhen bashkë në këtë finalen, kështu që. Jo premtimi. Nuk do shmige dhe ti premtimi, cili është premtimi jotë? Se ma shumë minusa. Unë kam shumë minusa. Besmer thjesht po shfrytëzoj mos po rasin ta falenderoj edhe kryetarin e komunës zotëria Gjemaliun për mbështetjen e palëkundur që ka bërë për neve dhe për klubin, drejtorinë për kulturinë dhe sport, gjitha bizneset verizajase që i kemi pas krah edhe i kemi edhe po shpresoj edhe uroj që tani veç e kemi kalu atë si me thonë ngërçin që po jem për kampion, jem fitus të kupës edhe meritojmë më shumë, uroj që t'ja arrim domthon këtë rezultat, sepse pa financa, pa mbështetje financiare, krejt e dinë që gjitha klubet gati në Kosovë sot janë me financa ndoshta keq, shpresojmë për me u bë mirë, e dimë që ligji për sponsorizim është shumë në anën e klubeve dhe nuk duhet me hezitu bizneset që me i përkëllon. Përgjithësi, domethënë, klube sportive, organizata sportive, sepse orientimi i trive në sport është gjaja më e mirë që mundet me ndodhë në një shoqëri të mirë, në një shtet. Për mu ka qenë kënaqësi në atë organizim ku jemi mundu me botë pa mundurën, me i socializu edhe shtresa tjera të shoqënisë. Kemi pas fëmijë me sindrom Down, cilët kanë qenë pranishëm në hapjen e turnirit, në hapjen e kupës, po. Edhe ka qenë një emocion për mua dhe një ndjenjë e papërshkueshme, sepse edhe ata meritojnë të socializohen edhe ta shijojnë topin përgjithësi të handbollit, futbollit apo basketit apo çdo sport tjetër, të jenë pranë lojtarëve. Parat po i bëj thirrje gjithë dashamirësve të sportit, në veçanti të handbollit, mos hezitojnë të përkrajnë klubet, sepse sportistët klubet meritojnë më shumë. Arditja dha premtimin e vet. Për unë i kam premtu. A e ki ndërmendur ti në Minhen me shku. Fiton. Qofse shkon Interi, se unë e di që do të jeni tifoz me Interin. Mas pole një premtim ja kam dhënë Milano që kena me shku, gjithçysh Milano me shku me bashkëshortën. Po pse jo edhe unë do e mbaj premtimin edhe unë nëse shkojmë finale pranë me jetë edhe bashkëshortja ime, sepse edhe ajo është tifozë zyrtare e Interit. Do shkojmë bashkë. Unë nuk di ishta mu shpajsu për shkak se mu ka shty qëndrisa me u mirë me Kastriutin, për kundër unë nuk isha Kjo është mos e vërtet. Kjo është mos e vërtet. Dishta me qëndru ferë edhe me i premtu, për shkak se unë shumë letë këmujt në thonë, ajo më ka shty me morë me Kastriutin, letë i bonë për gjithësi, po je kena me adot bashkë, Ishtove vetet për gjithësi më të vëllaja. Du me ndalë pak edhe të Interi, me që nësemi krejt në fund. Jeni tifoz të Interit, si përshin Interin, pavarësisht që jeni paka shumë larg titullit me atë humbjen ndaj Romës, kështu që jeni afërsisht një lojë për me shku në finale dhe keni pasur një ndeshje shumë të fortë me Barcelonën, e cila mbyll 3-3 ndeshja e parë. Interi i këtij edicioni
Besoni që kemi fitu titullin e Ligës Kampionëve? Me thonë drejtën, unë kam pas një bindje që Interi do ketë një ecuri shumë të mirë në Ligën e Kampionëve. Qerek finale veç kam pas bas me një mik timi që e kem pjesë të bordit për një darkë me Bayernin, e kemi fitu, tash kam betë edhe një tjetër, se aty kem miq që janë me Barcelonën, e kemi edhe një bast aty që po uroj që Interi sikur se Kastrioti na bëj krenar edhe ta prekim finalen përsëri në Munich. Unë besoj, thjesht besoj që Interi do jenë finale, e pse jo, nëse arrin finale këtë vit, nuk do lëshoj sikur atë finalën e Stambollit. Po do e ngrej lart trofeun e Championsit. Edhe do na bëj të lumtur Milano të shkojmë ta festojmë. Me qenë se sot edhe Interi edhe Napoli kanë lojë. Nga një parashikje president. Çka ka me boll Lecce? A besoni a keni dhënë rishfet Lecces? Nuk e di unë me thon drejtën a beson se mund të ndonjë? Unë bisedoj se e një Serien A edhe kam përcjell që nga vitet 90-ta, diku 93-4 kur kam filluar me pa ligën e Italisë dhe jam prej asaj kohë tifoz i Interit. Ekipet e vogla në Itali dinë me bë probleme të mëdha. Nuk e di pse unë mendoj që mundet me qenë tash një prej arsye ndoshta me ngesë Napoli sot. Të paktën një barazim një herë, pastaj ta shohim me shpresë që ka ndeshje akoma, edhe pse nuk them që është e garantuar që edhe Interi ndoshta do e ketë ecurinë maksimale, për shkak edhe të angazhimeve shumë që ka pas edhe në kupë, edhe tani janë ndeshjet e fundit në Champions, po besoj që deri në fund do ja dalë. Martit? Po, na gjithë familja frymoj me Interin. Unë jam i bindën që Interi ka me fitu Champions League. Nuk besoj që ka me shkon finale, po jam i bindën që ka me fitu. E sa i përket Serie A, edhe si tifoz i Interit, po edhe pak a shumë nëse më me thonë si një. E miro këto që ruan këto video që zime dhe i publikojmë, kështu që se përket Serie A me një mik të diskutu, tha nuk hub mo Napoli. Nuk na duhet neve me hub Napoli, unë jam pak a shumë optimist që ka me i bë dy barazime në këto ndeshjet e mbitura, që cilat mjaftojnë që na me i dalë përpara. Po Serie A unë e kom përjetu, edhe Champions League në vitit 2010 si tifoz i Interit, edhe Serie A këtë vit kem nevojë Champions League me fitu, me u kurorëzu si më të mirë në Evropë, edhe jam i bindur që Champions League e fitojmë, kështu që ky është parashikimi im për këtë stinor të Interit. Fes, edhe Ardet, faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Unë ju uroj më të mirat dhe shpresoj kur të vini herën tjetër me ardhmë me 2 trofej. Ardet jep premtime se. Unë i kërkova duke i kërku falje Besmirit që sot se kemi marrë kupën, i tham që kemi marrë me 2 kupa, se me të vërtet Kastrioti është i vetmi klub që na ka bë me harru edhe Interin. Kështu që jemi më shiru edhe jemi i bindën që kemi me dhënë maksimumin edhe kemi me marrë me 2 trofejë në radhë këtu. Faleminderit shumë që ishi pjesë. Besmir, faleminderit shumë për teje, faleminderit për radio televizionin Tugaxhini. Ndihemi si në shtëpinë tonë këtu kur jemi pranë jush, ndihemi të lirë, bisedojmë shumë thjesht, faleminderit. Dash Zoti të jemi prap shumë shpejt, e pse jo Arditin ka me ngarku me 2 kupat. Besmir, faleminderit, definitivisht jeni mbështet shumë i madh, edhe kur nuk je musafir këtu je shumë i kujdesshëm që me qenë vazhdimisht në bashkëbisedime me neve, e vlerësoj edhe çmoj shumë punën që e bën, edhe hapësirën që na jep, sinqerisht, edhe pak kanë midjem si ty në këtë gazetarinë sportive. Kështu që definitivisht të uroj edhe ty sukses në punë, edhe faleminderit për gjithçka dhe për mbështetjen që na jep vazhdimisht. Faleminderit, është kënaqësimi pas çdo herë dhe shpresoj për më të mirat për juve.